Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti merr një dhuratë për Eiklin në mes të koncertit, ja si reagoi ai. Që pas fitores së çmimit të madh, Gjesti nuk po i ndal koncertet në Evropë. Mbrëm ishte në Zvicër ku performoi para mijëra dëgjuesve të muzikës së tij, por nuk ka munguar një detaj që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Gjatë interpretimit të një prej këngëve të tij, disa fansa i dorëzojnë Gjestit një dhuratë për Eiklin, ku shihet se e pranon me kënaqësi dhe nuk haron t'i falenderojë. Për Eiklin, po do t'ja jap, ishin fjalët e tij.